Krishtlindja është një nga festat më të rëndësishme fetare për besimtarët e krishterë, e cila kremton lindjen e Jezu Krishtit, i cili konsiderohet biri i Perëndisë dhe shpëtimtari i njerëzimit. Ajo festohet çdo vit më 25 dhjetor nga shumica e kishave që përdorin kalendarin gregorian, ndërsa disa kisha ortodokse e festojnë më 7 janar për shkak të përdorimit të kalendarit julian. Data e 25 dhjetorit u bë e njohur gradualisht në historinë e kishës, duke u forcuar edhe politikisht, kur Karli i Madh u kurorëzua perandor pikërisht në këtë ditë rreth vitit 800, duke i dhënë rëndësi edhe simbolike edhe kulturore kësaj date. Krishtlindja lidhet me shumë tradita të zakonshme të festimit, si shfaqja e skenës së lindjes së Krishtit, dekorimi i pemës së Krishtlindjes, shkëmbimi i dhuratave dhe kartolinave, mbledhja e familjes rreth tryezës festive dhe figura e shënkollit apo plaku të vitit të ri që sjell gëzim për fëmijët. Përveç aspektit fetar, Krishtlindja njihet si një fest që përçon mesazhe paqeje, dashurie, faljeje dhe solidariteti mes njerëzve. Ajo ka edhe një dimension të fuqishëm familjar, duke vendosur familjen si simbol qendror të gëzimit dhe bashkimit. Edhe pse data e lindjes së Jezusit nuk përmendet në Vijatën e Re, 25 dhjetori është pranuar tradicionalisht dhe festohet gjërësisht.